Serbia, se natyrisht Serbia dëshiron diçka të tillë, edhe Serbia shpesh herë bën atë qasjen si një Rusi e vogël, dhe neve kemi parë që shumë nga hapat e saj ka qenë në këtë kuadër. Kosova natyrisht nuk është në një pozicion të favorshëm. Në radhë pa njërë nuk është se ka një qeveri dhe shpresojmë që qeveria të ndërtohet shumë shpejt dhe palët në Kosovë të marrin hapat e duhur, sepse situata globale është shumë delikate. Do ishte mirë në rastin e Kosovës që të trojë përpara diskutimin për sa i përket njohjes së saj. Ne kemi parë që asnjë nga vendet nuk e njohën në 4 vitet e fundit. Me dialogu kryesisht duhet të fokusohet këtu, që të ketë njohje nga 4 vendet e NATO-s dhe 5 atyre. Dhe kjo do ishte tema e diskutimit dhe ka ndofta vetë për të patur një menaxhim. Por, ne ngelet përpara edhe pozicionin që Shtetet e Bashkuara do kenë. Me çka kam lexuar, Grinelli ka për të vizituar Ballkanin ditën në vazhdim dhe ndoshta aty kemi për ta parë pak më të qartë se cili do jetë qasja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do kenë, por nga çfarë është komunikuar deri tani, është që duan që të rikthehen në palët natyrez për sa i përket marrëveshjes së orit. Duhet të ndalem shkurtimisht edhe tek një detaj i fundit, se i takon edhe debateve, retorikës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për tërheqje nga NATO, qoftë edhe në rangun e deklaratave. Sa të dëmshme janë ato, se sigurisht ndikimi më pas ju mund të na thoni më shumë detaje që mund të sillte për botë një tërheqje e mundshme e Shteteve të Bashkuara. Mendoj se deklarata të retorika kundër NATO-s është tepër e dëmshme, kryesisht kur vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Qasja që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë në këtë retorikë është më shumë sepse duan të inkurajojnë në vendet e NATO-s të kontribuojnë më shumë në buxhetin e tyre në buxhetin e NATO-s. Dhe zoti Trump kryesisht nëse ne e marrim nga mandati i tij i parë ka qenë gjithmonë në favor që neve duhet të rrisim shpenzimet e NATO, sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës paguajnë më shumë se çdo antar. Dhe ky ka qenë një debat që të gjithë presidentët e Shtetit të Bashkuara të Amerikës kanë bërë, por vetëm se zoti Trump ka patur një retorik shumë më të fortë. Aktualisht neve kemi një debat të tillë të kësaj natyre, por ne po shikojmë disa elemente ndryshme të administratës Trump, kryesisht Elon Musk, ku ka thënë që ndoshta masë do parë që ne do të rishemi komplet nga NATO, sepse është një humbje buxhetin tonë. Tani kjo është një qasje goxha negative dhe ka një risk, por unë nuk mendoj se ka për të ndodhur, sepse në fund nëse neve analizojmë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës një herë janë lider të NATO-s dhe të gjithë sistemi i armëve i mbrojtjeve neve marrin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se kemi një sistem të përbashkët. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë goxha influent nga kjo dhe nuk mendoj se duan që ta humbasin këtë si influencë. Mirë po, retorika dhe problemi që i kanë bërë ka një impakt negativ në Europë, sepse në Europë ne tani kemi një debat të ri ku themi ndoshta dhe NATO nuk është më e qëndrueshme. Dhe 75 vjet ka funksionuar shumë mirë, por ndoshta ne duhet të shkojmë një alternativë tjetër, ku të jetë një alternativë kryesisht për vendet e kontinentit të Europës dhe mendoj kjo është diçka që ka për të ndjekur në vazhdim dhe samiti i ardhshëm i NATO-s do jetë shumë interesant nga ky kontekst për ta parë çfarë zhvillimi do ketë NATO. Sigurisht që biseda me ju është shumë e vlefshme në raport me atë çfarë ndodh në tryez, pra në mënyrë diplomatike mes vendeve, por siguria mbetet një element shumë i rëndësishëm. Vetëm pak më herët në një bisedë me ekspertin e sigurisë, zotin Dashevci, ai u shpreh që Kosova po bën përpjekjet e veta për tu fuqizuar, duke u armatosur edhe me fabrikën e droneve, municioneve, por edhe me armatime të tjera që po blen nga jashtë. Sipas jush, konkretisht, çfarë duhet bëj Kosova për të qenë një aleat i besueshëm, i fortë, por edhe një krah i fortë, pse jo, për Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në radhë parë Kosova është me fat sepse ka një mision të NATO-s që e mbron dhe ajo është eksakti se çfarë Ukraina do aktualisht. Dhe neve jemi minjos që jemi në një kohë shumë ndryshe, sepse po të ishte Kosova në këto kohë se çfarë po shikojmë, do ishte shumë problematik për të. Po çfarë ka pozitive është neve kemi parë disa kompani Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kemi parë edhe Britaninë e Madhe, që do të hapi disa kompani ku do të rrisi armatimi dhe ku do të kthejë këto kompani si të investojnë në ekonominë lokale dhe kjo mendoj se është shumë pozitive. Po Kosova çfarë është më rëndësi të bëjë?
është që duhet ketë një dialog të brendshëm në politikën e saj, që të gjithë gjuhen për të hequr masat. Bashkimi Evropian ka vendosur disa masa Kosovës, që ka patur një impakt goxha negativ si në politikën e saj të jashtme, po dhe në